Falëndërojmë Allahun Azza wa Jall, salavatët dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Me lenin Allahut subhanahu wa taala, në ligjëratat që kanë mbet para ne, do të vazhdojmë me shpjegimin e jetës së pejgamberëve. Në vitin e kaluar patmi nis me shpjegimin e pejgamberëve, me jetën e tyre, edhe kemi mri deri te Ejupi alayhis salam. Dhe do të mundohemi që në ditët që kanë mbet para nesh, që të vazhdojmë pejgamber tjerë, që të mundohemi bilet mrim deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e vitin e ardhshëm me propozimin e disa xhamatlive, ndoshta do të kalojmë në shpjegimin e shenjave të ditës së Kiametit. Sot me lenin Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me shpjegimin e jetës së Dhul-Kiflit alayhis salam. Dhul-Kiflit alayhis salam. Dhul-Kifli si pejgamber është shumë pak i përmendur dhe fatkeqësisht shumë pak prej njerëzve e njohin si pejgamber. Dhe shkaku i mos shpjegimit të jetës së pejgamberëve, zakonisht do të thotë njerëzit pejgamber që i njohin janë do të thotë Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, Davudi alayhis salam, Ademi alayhis salam, Nuhi. Zakonisht janë këto do të thotë pejgamber që përmenden. Nga pejgamber që janë të nashkalum dhe që shumë pak fatkeqësisht njerëzit u adin jetën dhe historinë dhe biografinë të pejgamberëve, është Dhul-Kifli alayhis salam. Është Dhul-Kifli alayhis salam. Kush e din Dhul-Kifli alayhis salam kanë ka bab? Apo kush e din ku ka jetu Dhul-Kifli alayhis salam? Vetëm sa për kujtim dhe sa për sqarim për rëndësinë e muslimanëve që me ditë jetën e pejgamberëve. Çdo pejgamber është rob i veçuar i Allahut Azza wa Jall. Janë njerëz të veçantë. Pa marrë parasysh se dikush njihet më shumë apo më pak, kjo nuk do me thonë se ai nuk ka vlerë dhe peshë. Por se gabimi është se na nuk e kemi mësuar jetën e atij. E njëri nga pejgamberët që njerëzit do të shumë pak e njohin dhe din, është Dhul-Kifli alayhis salam. Dhul-Kifli alayhis salam thuhet që është djali i Ejubit alayhis salam. Thuhet që është djalë pejgamberi. Të pejgamberit që përmendëm, do të që kemi përmend vitin e kaluar, Ejubin alayhis salam, thuhet që njëri prej djemve të tij është edhe Dhul-Kifli alayhis salam. Po, nëse përmend me Ejubin alayhis salam, kemi tregu 2-3 dersi kemi pas për Ejubin alayhis salam në vitin e kaluar. Vetë sa për test po du me ditë. Çka ka qenë sprova e Ejubit alayhis salam? Emri Ejub, të na është emër i njohur. Është emër pejgamberit, nëse thënë Ejub, po shqipi thënë Ejub. Çka ka pas musibetin Ejubi alayhis salam? Smundjen, Allah i shpërbleft. Thotë Ejubi alayhis salam, musibet e ka pas smundje, e cila smundje ka qenë e shoqëruar me erë të keq, derisa banorët e vendit vet e patën për zonë prej katunit. Shkaku se sëne dorëshin mrenda kotënsu që e ka pas smundjen e leprozës, do të smundjen likur, dhe kështu me radhë. Sprova dhe të lashet të mdhaja, pastaj vjen sprova e fukarallëkit, sprova zot edhe tjera që Allahu i ka përmend Kur'an për Ejubin alayhis salam. Sot kalojmë në tregimin e Dhul-Kiflit alayhis salam, që transmetohet, që e përmendin disa komentatorë të Kur'anit dhe thonë që është djali i Ejubit alayhis salam. Dhul-Kifli alayhis salam për vendin ku ka jetu, do të përmenden kryesisht 2 vende kryesore. Thuhet që ka jetu në pjesën e Irakut, thuhet që ka jetu në pjesën e Shamit, Damaskit këne. Një transmetim tjetër është se ka jetu në pjesën e Iranit, do të Persisë atij zamani. Për vitin kur ka lind dhe kur ka vdek nuk ka informata. Për Dhul-Kiflin alayhis salam nuk ka as informata për davetin e vet. Nuk përmendet se në çfarë daveti ka thirrë njerëzit Dhul-Kifli alayhis salam.
përveç se një cilësisë të veçantë që e ka ky pejgamber i veçantë. Emri Dhul Kifl e ka domethënien e vet, sepse emrin origjinal se ka Dhul Kifl. Emrin Dhul Kifl e ka marrë shkaku i një cilësisë, sifatit që e ka pas. Përndryshe në disa hadithe që përmendet në emrin një njeri. Përmendet një njeri, në disa vende përmendet një djalosh, një burr, por me emër nuk përmendet. E fjala Dhul Kifl e ka kuptimin thot personi i dy krahave, i dy anëve, apo personi i drejtësisë, personi i peshorës. Pse? Sepse me atë që është vetru Dhul Kifli alayhis salam është drejtësia. Ka gjyku me drejt, sikurse vaga, peshorja, kur t'i vendojsh dy sende karshi njëra tjetrës, ta tregon cila është më e rëndë prej tjetrës, cila më e lehtë, cila më e rëndë, ta tregon dhe ta bën të qartë cila ka më shumë peshë, cila ka më pak peshë. E Dhul Kifli alayhis salam e ka marrë këtë sifat, këtë emërtim, shkaku se ai ka qenë njeri i drejt, i cili ka gjyku me drejtësi. Ka dosh Zoti, ka dosh Allahu Azza wa Jall, që Dhul Kifli alayhis salam tjetë pejgamberi Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse Ibn Kathiri, Allahu e mëshirov, dietari i njohur i tefsirit i Kur'anit, thot në mënyrë të prerë, thot xhumhuri, shumica e dietarëve janë të qëndrimit se Dhul Kifli është pejgamberi i Allahut Azza wa Jall. Por janë disa transmetime prej Aliut radhiyallahu anhu, që disa njerëz e kanë pyet, jo, është transmetimi nga Ibn Gjeriri dhe Kurtubiu, komentator Kur'anit, që transmetojnë disa transmetime nga disa sahabë, nuk është prej Aliut, të falni se në fjalë. Thonë se ka qenën mbret. Disa të tjerë kanë përmend se ka qenë njeri i devotshëm. Disa komentatore kanë përmend se ka qenë melaçe. Ka qenë melaçe në formë të njerit i cili ka ecë në tokë. Por Ibn Kathiri, në mënyrë të prerë, thot xhumhuri i dietarëve islam janë të mendimit se Dhul Kifli alayhis salam është pejgamberi i Allahut. Argument e sjell ajetin 85 në Suratul Anbiya, ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa Ismaila wa Idrisa wa Dhul Kifl, kullum min as-sabirin." Thot Allahu azza wa jall, edhe Ismaili, dhe Idrisi dhe Dhul Kifli, gjithë ishin nga robët e Zotit të devotshëm. Thot Ibn Kathiri, vet fakti se Dhul Kifli përmendet bashk me Ismailin dhe me Idrisin tregon se kjo është pejgamberi i Allahut. Masi përmendet bashk me pejgambert, kjo është argument se dhe kjo është pejgamber. Thot Allahu azza wa jall: "Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin." E thot Allah, ne këto pejgamber i kemi shtinë në mëshirën tonë. Me të vërtet ishin nga njerëzit e devotshëm. Këto po i përmendi që ti majmë mend të si argumente fetare, sepse nesër dikujt im tekët, kur ti të folesh për drejtësinë e Dhul Kiflit alayhis salam, të thot lene besa e kon me laçi, kollaj ka pas me koni drejt. Themi jo, e kon pejgamber, a kon njeri prej mishit dhe gjakit, i cili është veçu me drejtësi. Dhe atë mësimin më të madh që du të ta marrim nga Dhul Kifli alayhis salam është gjykimi me drejtësi. Gjykimi me adalet, që çdo kujt me adhon të drejtën e vet. Dhul Kifli alayhis salam ka jetu bashk me Eliesain alayhis salam. Përmendet në disa transmetime se Eliesai alayhis salam kur arriti pleçnin dhe e kuptoi se afër e ka vdekjen, ju dini fort mirë se Allahu azza wa jall pejgamberve va ka marrë shpirtin me izën, dhe pejgamberve çka va ka bë me dije vaktin e vdekjes. Eliesai alayhis salam, i cili ishte prijes udhëheqës i popullit të vet, kur e kuptoi se afër e ka vdekjen, pa qef Eliesai alayhis salam që ta cakton
një zavend të vetin, derisa është gjallë, ta shes se si ka me gjykun mesin e njerëzve dhe ndërkohë ta përmirëson, t'i jep përvojë, t'i jep mësim. Njerëzit e mençur bëjnë kështu. Njerëzit e mençur bëjnë kështu. Të cilët kanë përvojë, të cilët kanë hikmet dhe urtësi. Kur të arrin një moshë të caktuar, çka bën? Ai udhëhecin jep një matrivit. Që çka trivin me mësu, me ushtru, me bo hazër, që edhe ai me qenë lider, e jo përvojën e vet, diturinë e vet, urtësinë e vet me marr me vetin në varr. Vdekja nuk I dihet vdekjes. Te vdekja kemi thonë na se s'ka rend, ajeri, a plak, nuk e dim na kush para kujt ka me vdek. Por kryesisht njeri që dhe arrin pleqnin, mundohet që çka përvojën e vet, urtësinë e vet me adhon një matrivit, edhe ai derisa është gjallë ta mësoje, ta ushtroje. Dhe kjo ndodh të gjithë njerëzit e mençur, përveç se te liderat e ditës së sotme. Te ki pa dalin në penzion, ama se shton shtetin. Shtetin ka tijen se shton, veç me laqe e vdekjes mundet me ndru. Që tërkush ja, se ka menën. Për këtë shkak të na kam bejt tradit e mirë, që baba, kur të arrin një moshë caktume, çka ban domaçënikin e jep djalit të vet. Duke I pas ndoshta fëmijët me veti dhe çka mundohet që t'ia mëson rendin dhe kujdesin e shtëpisë, dhe ai intervenon her pas here. Kështu veprojnë edhe tregtarët, që çka ka dal tregtinë e vet, tijaretin e vet, firmën e vet, çka ja jep djalit, e ban qirak, e ban kafu djalin e vet, edhe ja mëson rendin e udhëheqjes. Njët veprojnë edhe o gjallar të pleq, që o gjallar vetri I japin uth. E kadal, çka duke qenë bashk një hoxh I ri dhe një ma plak, çka ndodh? Ki ka energji plot, ama s'ka përvoj. Kjo barut për puna, ama s'di. Nuk din, çka ndodh? Ai I cili është ma I vjetër, ma plak, e mëson këtë. Thot kjo bëhet kështu, kjo bëhet kështu, këtu s'dush mu gut, këtë mesele dush me vanu, ma herët ma vonë, dhe kjo është përvojë dhe praktik e marrë nga pejgambert e më hershëm nga njerëzit më të dallum dhe më të veçum në historinë e njerëzimit. Elesaj a.s. kështu veproj. Dhe një ditë prej ditëve mbledhi njerëzit. Sa o ju njerëz, tha po kam qef që një njeri nga ana juve, nga mesi juve, me përcaktu za vendës temi, duke qenë unë gjallë. Por tha I kam 3 kushte. I kam 3 kushte. A I cili plotson këto 3 kushte, ne ta qonë dorën, ne ta lip, çka pushtetin të. Tha kushti I parë është që tjetë njeri I cili falet tanë natën. Tjetë njeri I cili falet tanë natën. Kushti I dytë, tha tjetë njeri I cili agjeron tanë ditën. Dhe tjetë njeri I cili kur nuk hidhnohet, kur nuk nervozot. Kush prej jush ta I ka këto 3 kushte, këto 3 sifate, ne ta qonë dorën. Sot, me dal, me thonë një udhëhecës, kush do në mu bon vend të meje, kanë mu myt njerëzit për mu bon vend, kitë bon me lache. Kitër unë e ta natën fala, unë e ta në ditë në agjeraj, unë jam me lache, si dhe nona, kitë jam sadaka, veç mu bo përgjes. Në mesin e gjithë njerëzve, vetëm një njeri e qoj dorën, tha une. Elesa a.s. Nesërmën, tha mire, shohim, nesërmën dul para njerëzve të njëjtët lafe. I njëti njeri thot veç une. Tha une. Vetëm një njeri thot unë. Tjertë se qojnë dorën, plot njerëzit tjerë ka. Frigën me marë përsi për përgjëtsin e gjykimit mesin e njerëzve. Frigën me marë përgjëtsi gjykimin mesin e njerëzve. Sa prej babalarve as mesin e vladve të vetë nuk gjykojnë me drejtësi, me adalet. Baba I ban pa drejtësi e vladit. Po pa drejtësi e vetë nuk ndalët këto. Shtin fitne edhe në mesin e vladve, në mesin e djemve të vetë. Sa prej babalarve ju bëjmë pa drejtësi bijave të veta. Sidomos të na të shqiptarë, që është gjahiljet, që bijen e ndalojnë nga trashëgimia, nga mirasi. Edhe çka thënë gjahilat, miras dur biras. Kjo është fjalë që si ka I një muslimonit me thonë.
Sa prej baballarëve bëjnë kështu? Baba i ban padrejti djalit të vet. Njëri të jep shtëpi, tjetrin e çet kallëp prej shtëpisë. Njëri të jep dyqan, tjetri të jep asgjë. Kjo është adaleti, kjo është mësimi, për këtë shkak ne mësojmë jetën e pejgamberëve. Që të marrim yrnek dhe shembull nga çdo pejgamber. Na e përmendëm me Jubin alayhisalam, kina marrë shembull dhe yrnek si duhet me bëu sabër muslimanin smundje, në telashe. Nga Dhulkifli kina me marrë yrnek dhe shembull si duhet me kon muslimani i drejtë. Dhe këto mësime na duhet çka t'i zbresim praktikën tonë. Ta kuptojmë se këtë që i themi s'është vetëm masale, tregim. Po jo, kjo është praktikë që na duhet me zbatu në jetën tonë të përditshme. Dhe ta pyesim veten se na sa jemi të drejtë. Na sa gjykojmë me drejtësi ndaj vetvetes, ndaj familjarëve tonë. Që na këto probleme i përjetojmë dhe i shijojmë. Dhe ndoshta her pas here këto probleme na kushtojnë me të madhe, na kushtojnë që vlla me vlla mos me fol ka 20 vjet për një padrejtësi që i ka bëu baba, i cili bab ka vdekë se ka marrë në varr me veti as dyqanin, as shtëpinë. E tu ditë e mallkojnë dhe e nemin, thënë baba u bë sebeb që na të jemi hasëm. Dytë e nemin, ai ka vdekë. Ama nomat i vazhdojnë edhe mas 30 vjetëve. E mirë për atë që ka i në varr. Për azabin që e shijon, derisa të dale para Zotit që e pret azab ala më të madh. Audhu billah nga kjo, Allah na rujt. E na përmisoft, e kur nuk është vonë që mi përmisu gabimet. E asnjëherë nuk është vonë që gabimet mi përmisu. Që hatri i babës i cili ka bu padrejtësi, ki djali, si shenë nderi dhe respekti padrejtësinë e babës du të ndalë. Dhe të thotë, o vlla, ty i baba të boni padrejtësi, mu më dha ma shumë, e ty s'da hiq. Hajde e dojmë përgjisë. Hajde mirë mi veshtë. A janë këto realitet o xhamat? Sa prej baballarëve njënin djalë qet me qira në lic, në rrugë qet, e tjetrit ja e shpinë 2 kat, 3 kat. Pse s'ja do nusën, pse s'ja do thmit. S'ki drejt me bo padrejtësi, pse s'ja do nusën, rejem, pse se don. A janë këto realitetet tonë o xhamat? A unë po foli pihone? Realitetet janë këto. Sa raste o xhallar duhet me ndërhi mes vllaznive se baba o zullumqar. Duhet me i mes babës dhe djalit se baba është zullumqar. Apo mes bijës, mes motrave dhe vllaznive, pse vllazët janë zullumqar, se s'japin miras, se s'japin trashëgimi. E shesin shtëpi 1 milion euro, e shesin tokën 1 milion euro, motrës sa japin as 1%. E cila motrë ndoshta me pak është razi. Këtimve padrejtësive, këtimve zullumeve du të me i thonën stop dhe ndalë. Dhulkifli alayhi salam tha unë e marë përsi për edhe 3 ditë. Atëre Eliesai alayhi salam ja dha pushtetin, ja dorëzoi pushtetin e vet, mbretninë e vet në dorë kujna Dhulkiflit alayhi salam që ishte njeri i devotshëm dhe i drejtë. Përmendet se Dhulkifli alayhi salam brenda natës i ka fal 100 rekate. Do të s'ka flet kur natën. Përmendet se Dhulkifli alayhi salam çdo ditë ka qenë agjërueshëm. Dhe përmendet se Dhulkifli alayhi salam ka flet vetëm mas namazit të drekës deri ka ikindia. E ka pas kailule. Do kanë thonë jo, ka flet para drekës. Po kryesore kailula në gjuhën arabe i thuhet do të thotë mas drekës deri në ikindi ose pak para drekës deri në namazin apo në kohën e drekës. Dhulkiflit alayhi salam natyrisht që shejtani dashti mi bë vezvese, dashti me sprovu. Edhe iblisi përmendën 3 transmetime janë që përmenden. Parafërsisht të 3 transmetimet e kanë manan e njëjtë, nuk do t'i përmendin një ka një, për shkak se vetëm pak në disa lafe ndryshojnë. Që të mos jemi tepër, do të 3 transmetime do t'i tregoj si një tregim. Iblisi i mbledhi ato shejtanët e vet, ato shërbetorët e vet për ka e keqja dhe ju tha, kush prej jush do të shkon t'ja prish drejtësinë Dhulkiflit. Asnjëri se mur përsi për këtë përgjithësi. Atëherë tha Iblisi, unë do ta bëj këtë punë. Se unë jam më mjeshtri për gjithë, unë jam majstor tha, për me prish drejtësinë.
Dhe çdo herë kur ka padrejtësi aty ka iblis. Dini këtë mirë. Çdo herë kur nefsi jot shtin mu bë i padrejt, dije se të ka marrë përpara iblisi. Dije se me iblisin kështu ja rani bo. Kur nefsi jot shtin me bë zullum, padrejtësi, dije se me iblisin je bo jaran, miki ati, të ka marrë përpara. Iblisi tha unë do të shkoj të Dhul-Kifli edhe do t'ja prishi drejtsin që e ka. Çka bon iblisi? Në ditën e parë, në formë të njerit, erdh të Dhul-Kifli a.s. Në kohën a i pushoj ke ka pak. Njeri me ibadet të madh. Edhe e kishte vetëm një kohë të caktuar për xhum. Erdh të Dhul-Kifli a.s. I mshon derës me të madhe, edhe aprish gjumin Dhul-Kiflit a.s. Qohë Dhul-Kifli a.s. Kjo qka do me bo? Don me shti Dhul-Kiflin që mu i dhru, edhe me bo pa drejtësi, që me aprish drejtësin, që me aprish edhe Dhul-Kiflit a.s. edhe Eliesait, të dyve me aprish, edhe atë me lon pa trashëgimtar, po edhe këti me aprish drejtësin, që me inë historiki si njeri pa drejt, po edhe qka njerëzit Beni Israelet, që i ka pas në udhëheqje Eliesai dhe Dhul-Kifli, milon pa lider, pa udhëheqës që ata mu përqa me zvete. Sepse populli kur tjetë pa udhëheqës, pa përgjegjës, qka ndodhë ati ka fitne, ka përqarje. Sepse s'ka kush i prejnë punt, se cilë e mendon vetën man hak dhe në man drejt. Që shëni se larkë pa mës është, ama qka donë me nis me hidhërimin, donë me punë të vogël me nis me mbaru me të madhe. Dhe Dhul-Kifli a.s. e prish gjumin e vetë qohën, thot urdhna. Thot, janë disa njerëz të cilët ma kanë marrë mallin me zor. Ma kanë marrë mallin me zor. I tha Dhul-Kifli a.s. Tha shkote ata dhe thuvo se Dhul-Kifli ka thonë mallin të ma ktheni prap. Se zakonisht kur dikujt i mirë ke mall, nëse Dhul-Kifli se ke shkothuj të ta ktheje, a i më njere kthej ke mallin prap. Sepse kish pushtet, kish ushtri me dhvete Dhul-Kifli a.s. Erdhi iblisi të nesërmën në të njëjtin vakt. Apet për aprish gjumin Dhul-Kiflit a.s. Po donë me hidhëru, po donë me nxjerr prej kontrole. Dhul-Kifli a.s. qohët dhe thot, urdhno, qka është puna jote? Thot, iblisi, unë e keshte ata, ju thash me maksi mallin, ata s'po ma kthejnë. Tha, shko thuvu, se nëse s'ta kthejnë mallin, Dhul-Kifli ka me ju luftun. Shkon, iblisi, vjen në ditën e tretë, apet njëtin vakt. Roja i thënë, ti a nuk po e merr vesh se shtash po fle Kadia gjykatësi pejgamberi. Ti e din se ai tan natën nuk fle, e tan ditën agjeron. Që ketë pak kohë ka pushim, pse po e vjen bashkë këtë kohë po e shqetëson njerin. Edhe ai nuk ndalet dhe fillon që të banë zhurr me të madhen, me piskat, ju hik rojës dhe qka ja fillon mi mshu derës. Dhul-Kifli a.s. qohë. Dhe qëfar është puna jote njeri? Thot, ju thash, une se s'po ma japën mallin, që më ma dhonë mallin me se kimi luftu nëse s'ma japin, apet s'po ma japin mallin ten. Dhul-Kifli a.s. tha, hajde me mu. E ka përdore iblisin, tamam nis, Dhul-Kifli a.s. kur janë gjetë përdore, e kupton se kjo është iblisi. Dhe ai hik, dhe largot, tha hik o armik i Zotit, se nuk kime mbon nga të pa drejtit. Hik o armik i Zotit, se nuk kime mbon nga të pa të drejtit. Dhe kjo është tregimi i Dhul-Kiflit a.s. dhe drejtësisë së tij. Përmendet në disa hadithe të cilët janë të pavërtete, janë të dobta, edhe pse disa njerëz e kam përmend se përmendet në Sunenin e Imam Ahmedit, do e kam përmend se përmendet edhe në disa sunene tjera,
por kryesisht zinxhiri dhe transmetimi i këtij hadithit është i pavërtet, është i pkut dhe i prems, ngjitet pite pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e deri te transmetuesit tjerë. Nuk ka zinxhir. Ka një bështëk janë do njerëzit nuk dinë atë kush e transmeton hadithin. Përmendet një El Kifl në disa transmetime, kinse Dhul Kifli pas ka qenë një njeri i keq e gjunaqar e haram, e kinse me pare pas ka bo zina me gra, e me një rast pas ka dash që një grus t'ja blen derin me pare, e tamam kish dash me afru, ajo gruja pas ka nis me qajt, e Dhul Kifli ka thonë pse po qante, ka thonën se unë asnjëherë nuk e kam trastu në derin tem, dhe se këtë që po e bëj me ti e bëj vetëm shkaku se kam zorë të math, e Dhul Kifli pendot për misot e ajaj parat, e lishon atë dhe kështu me rath, këtë tregim është rejnë natë e ditë. Nuk është e vërtet. Këto gjeste si kanë hije një pejgamberi. Nuk ka pejgamber i cili ka bon kësi gabime. S'ka pejgamber i cili sot ka bon gabime në namus dhe ndër. Nuk ka. Asnjëherë. Do të thotë pejgamber i cili ka bon kësi gabime, i cili ka vjedh, i cili ka bon, do të thotë namusëzdëke nuk ka. Dhe ky tregim do të thotë është i rrejshëm dhe i pa vërtet. Me kaq mbarojmë tregimin e Dhul Kiflit alayhis salam. Nesër do të kalojmë në shpjegimin e tregimeve të disa popujve që Allahu i ka shkatruar. Që Allahu i ka shkatruar. Njëri nga ato popujt është Ashabur Ras. Kush e din? Ashabur Ras, çka është? Ashabur Ras. Përmend Kur'an aja. A e din dikush? Ashabur Ras. Asun se kum di deri parzit, deri dje. Ja, përmendet Kur'an, Ashabur Ras, përmendet në Suratul Furqan. Ajeti 38, më zga po, 38-39. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa adan wa thamuda, wa ashabur rasi, wa ashabur rasi, po, wa ashabur rasi, wa qurunan bejne dhalike këthira, wa kullen darabna lahu l'amthala, wa kullen tebberna të tbira. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa adan wa thamuda, dhe merni thot i bret, nga kaumi Ad dhe nga kaumi Thamud. Wa ashabur ras, edhe nga ashabur rasi, edhe nga ashabur rasi. Wa qurunën bejne dhalike këthira, e thot mes këtimve ka shumë fise që na i kimi shkatru, i kimi bë helaq. Sepse ashabur ras është nga fiset, nga popujt që Allah i ka bë helaq, i ka shkatru. Wa kullan darabna lahu al-amthala, dhe gjithë këto i kimi boj i bret. Që ju me marë mësim, thot Allahu azza wa jall. Që ju me marë rënek. Wa kullan tabbarna tatbira, e thot gjithë këto i kimi shkatru, i kimi boj helaq e copa kacita. Kjo është tabbarna tatbira. Kështu thot Allahu azza wa jall. E kur vjen në Kur'an tabbarna, edhe vjen masdarin fund tatbira, kjo e ka për qëllim se Allahu i ka bo helaq dhe i ka shkatru në formën më të keqe, më të vrash që ka mundësimi paramendu një njeri. Ashabur Ras ka qenë një popull i cili ka pas gjithat mirat. Kam pas një bunar që ka pas ujë për gjithë dhe i ka tepru. Ujë të hatashëm, të ëmbël e të mirë. E Allahu ju që shumë bereqet e shumë pasuri, jetonin të qetë e të mirë, e rahat me gjitha saltanatët që ka mundësi njeri o mi paramendu. Ku ka jetu Ashabur Ras nuk ditë saksisht, por rrëdh vendeve që janë ka Biladu Shamit, që anë e i përmendën. Ashabur Ras e kishin një pengamber në mesin e timve, që i bëjke nasihat, që i kshilojke, her paseri të ke boni se kjo është haram, këtë banë njëso shumë sevap. Si gjdo pengamber edhe ai poplin e vetë e kshilojke për ka e mira.
Edhe ashabur rres, pejgamberin që e kishin mesin e tyre, një ditë prej ditëve çka banë? Thanë ballë më çtu na kjo ardh. Haram, halal, na ki lodh më. Mbledhën gjithë katuni, gjithë vendi, e morën pejgamberin e Zotit, e mytën dhe e gjujtën brenda në bunar. Nuk u knaqën që e kanë mytë, e gjujtën prej naltit e poshtë në bunar, duke mendu se kështu në këtë formë kanë menën shmua la ma tepër. Dhe Allahu Azza ja mur shpirtin atij pejgamberi. Pas kësaj Allahu subhanahu wa taala urdhnoi që ai bunar të shteret. Dhe të thotë mos ketë ujë. E banorëve çka ju çej fukarallëk, vandali shivin. Nuk ka më bereqet. E çej armiqsinë mes tyre. E çej fukarallëk të madh. Derisa Allahu Azza wa Jalla i sprovoi që edhe gjinat i çaj që me jetu bashkë me shpite e tyre, i ndëgjonin lëvizjet e gjinëve. Dhe në disa vende e gjinët i përzishën banorët e shtëpisë prej shtëpisë. E na për do shtëpia Allahu çoi zonë bretkose, që mos më bora hatë ata. Derisa populli u bo helaç, u shkatru. Dhe prej lumturisë jeta e tyre u shndru në humner. Shkaku se personin që i thritke në hajrën e të mirë e mbytën dhe e vrajtën. Dhe ashabur rres është njëri nga popujt që Allahu subhanahu wa taala i shkatroi dhe i boni helaç, shkaku i kibrit, mendjemallësisë dhe shkaku se nuk kishin qef, nuk dojshin. Zubeki qefi, kur dikush ju theke, kjo është haram dhe ndalume. Allahu në largoft nga kjo cilësi që me pas i nat njerin që në thot kjo punë është haram. Por përkundrazi njerin që në thot se kjo punë është haram dhe kjo është e mirë, na du të me dash, e jo me urejt. Nusë Allahu subhanahu wa taala që të na ruan nga helaçi, që të na çon ujë, që të na çon bereqet, që të na çon hajrate, që të na çon pasuri, të na ruan nga fukarallëki, të na ruan nga varfria, të na ruan nga padrejtësia, të na ruan nga smundja, e të na jep të mirat e dunjos dhe ahiretit. Nesër me lejen e Zotit vazhdojmë me shpjegimin e Qaumi Yasin, që do të mundohemi që ta shpjegojmë gjithë së bashku këtu në këtë xhami. Walhamdulillahi rabbil alamin.